fundjavë, siç është bërë traditë tashmë në faqen tonë, do të flasim, do të analizojmë atë që ka ndodhur përgjatë gjithë javës, duke nisur nga zhvillime në Tiranë, Kosovë, gjitha trojet tona, dhe gjërësisht në situatën gjeopolitike nga Rusia, pra betejë në Ukrainë, lufta aty në lindjen e mesme dhe me gjërë. Gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me mikun e emisionit tonë, zotin Driton Tali. Zoti Tali, përshëndetje edhe faleminderit shumë. Përshëndetje, i përshëndes të gjithë ata që do të na shikojnë nga Londra. Falenderoj. Në bisedën e fundit më tha që jeni sigurt që brenda disa javësh, normalisht nuk është se përcaktuar ditë, javë apo muaj, po brenda disa javësh Rama do të largohet. Tashmë një javë më pas nga biseda e fundit që kemi zhvilluar dhe ajo që ka ndodhur këto 7 ditë. Vazhdoni të jeti i të njëjtit mendim? Nuk e kam ndryshu, absolut nuk e kam ndryshu mendimin. Të kujtohet në njërin nga emisionet fillim fare, kur unë isha kurioz të shoh se kush do të dalin organizata apo partia politike e re nga këtyre të riv, patëm biseduan atë mimin e kujdo që del aty, kushdo që të merr përgjegjësinë, unë të pata thënë se pushteti do t'i vërsulet me gjithë arsenalin që e ka. Kësaj radhe kurban ra Dritan Goxhaj, dhe kjo zonja e Prizrenit, islamistja Huduti. Të shohim se si do të vazhdoj, por ke parasysh kanë fillu qortimet nga Bashkimi Evropian, nga Unioni Evropian, më shtu i referohen, sepse është Union. Pra nga Brukseli kanë fillu t'i tërhiqet të vërejtja Edi Ramës. Më shumë mira ka i ka të besoj të Shtetet Bashkuara, apo? Jo dhe aq, sepse Trumpi është tashti në atë betejën në shtëpinë e tij, po shihen edhe manovrimet që i bën qoftë me Ukrainën, e pat se çfarë komplimente tashti i dha Zelenskit, po edhe me ato manovrat që i bën me Izraelin dhe Iranin, varësisht se si sillet politika ditore apo fushata ditore në Amerikë në lidhje me këto zgjedhjet kuvendore që do të bëhen tashti në nëntor, midterms, për kongresin Ju përmendët pak më lart dy detaje për personazhet, edhe Dritan Goxhaj, edhe Iqbal Hudutin, pra që u shpall në grada. Të dy të lidhur, pra bësh fjalë që zonja erdhi nga Kosova, lidhja e saj me sipas qeverisë me Iranin. Dhe Dritan Goxhaj, pra dyshimet për siç i tha kryeministri komandanti Rem, pra. Por pra pavia është në Kosovë. Tani pse vazhdon të gulmohet që armiku po vjen nga andej? Po shiko, zonja Hududi nuk çon kur fal peshë në Kosovë. Absolutisht. E marrin në për këto programet në për debate për ta ngrit klikimin, sepse zakonisht është e veçantë, është interesante një çështja saj. Ke parasysh në Kosovë nuk ka shia. Ne ose jemi suni ose jemi sufi. Dhe ajo shia është. Ke parasysh e Prizrenit. Pa dasht mu fut më tutje në karakterin e saj. Pra ajo nuk çon kur fal peshe. Pos për arktim në disa debate që e thrasin qëllimshëm për të rritë rejtingun, sepse e din gazetarët se do të deklaroj diçka që e bën emisionin interesant. Kontroversë. Pra, nga zonja Huduti duan të bëjnë një si them, një hero, një organizatore, që nëse ajo i fton dikën në organizim, në një protest, unë jam i bindun që familja saj e ngusht dalin, edhe ajo me pikë pyetje. Ke parasysh edhe sikur të
qohej nga Vorja dhe Mjashari apo Skënderbeu, me të njëjtin elan do t'i vërsuleshin edhe atyre. Pra, nuk kem të bëjmë këtu me individin, kushdo qoftaj, kem të bëjmë me luftën për pushtet. Pra, nuk është në pyetje Zvërneci si që e diskutuam disa herë, është Zilstrali. Tani është harruar. Është paknësit me pushtetin aktual, me korupcionin, me oligarkin atje, dhe i kemi shumicën absolute të protestuesve biologjikisht të ri. Pra, kemi gjeneratën, rastin më të mirë, këtë milenium, dhe i kemi dominantë gjeneratën Z, që nuk janë të kënaqur me situatën politike në Shqipëri. Pse shumë Kosovar dhe shumë Shqiptar të Maqedonisë janë solidarizu, është edhe këta nuk janë të kënaqur me partitë politike në vendet e tyre. Andaj çdo ndryshim pozitiv në Tiranë do të ketë jehon, do të ketë reflektim edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Pra këtu nuk kemë të bëjmë me eksport-import të revolucionit, po kemi thjesht me një breng gjithkombëtare. Ajo që bëri përshtypje apo një ndryshim gjithkombëtar. Kemë të bëjmë me ndryshimin e gjeneratave, këtë sunenal Edi Rama, sunenal askush. Ajo që bëri përshtypje këto ditë ishte fakti që kishin dy reagime, dy qëndrime të Ramush Haradinaj, që ta ndihemi të turpëruar me shqiptarët e Kosovës që kanë shkuar në Tiranë, dhe së dyti Ali Ahmeti që u shqetësua për turizmin. Ali Ahmeti është kripto-enverist, së bashku me shumë kripto-enverist tjerë. Këta janë genuin, këta nuk janë fals. Pra, këta janë në shpirt enverisa, sepse enverin e kanë idealizu. Pra, atë enverin që ne e krijuam për nevojat, janë romantik. Jo atë enverin real. Dhe kanë problem me perceptuat realin, me atë imaginarin që ne shqiptarët e Jugosllavisë e krijuam. Dhe tentojnë të bëhen demokrat. Ke parasysh. Pra janë kripto-enverist. Kemi ne në Kosovë kripto-katolikët, që në shtëpinë e tyre kanë qenë katolik, por në si them neve në pazar, pra jashtë, kanë pasur në Ahmet, Hasan, Ali, pra e kanë aktru muslimanin edhe pse kanë qenë katolik dhe ki të tillë shumë. Pa ki katolik me mbjemën Ali Hajdari, që ka dihun atje me emën Isak e tjera tjera, Ahmete. Edhe këta janë kripto-enverist. Partia Socialiste si them, i asociacion me partin e punës dhe me Enverin. Është dikur e lexova enverizmi në Jugosllavi është si kanceri. Ke parasysh. Mendon se po u infektuar me kancer derisa të vdes nuk të lëshon. Kështu e kishte komentuar një kreativ atje në këto rrjetet sociale. Edhe kur mendon se je shëru,